Këtu lapidar do na kujtojnë betejat e lavdishme të Gjergj Kastriotit. Më se 20 beteja zhvilloi populli ynë kundër ushtrive otomane dhe gjithnjë dolli fitimtar. Në kështjellat e pamposhtura ngrihen sot krenar flamuj të lirisë. Në Tiranë valviten flamujt e festës. Në 22 vjetorin, ditën e shpalljes së Republikës, në kryeqytetin e Shqipërisë Socialiste inaugurohet monumenti i Skënderbeut. Bashkë me mijëra banor kanë ardhur këtu albanolog nga vendet e huaja, si dhe delegacionet kolonive shqiptare i jashtë shtetit. Në këtë ceremoni vinë udhëheqësit e partive të shtetit me në krye shokun Enver Hoxha. Figura e Skënderbeut dhe ndër të tjera shoku Beqir Balluku, zëvendës kryetari i Këshillit të Ministrave, është bërë simbol i luftës dhe i përpjekjeve të për liri, i bashkimit kombëtar dhe i shtetit pavarur shqiptar. Ai vuri në dukje virtutet dhe cilësitë e larta të Skënderbeut si politikan, strateg dhe komandant i madh ushtarak. Shoku Beqir Balluku theksoi se populli ynë 500 vjetorin e erojit kombëtar e kremton në një kohë kur në udhëheqjen e urtë të partisë e shokut Enver Hoxha po korr fitore të mëdha në zhvillimin e pandërprerë të revolucionit socialist në ndërtimin dhe mbrojtjen e abdeut të dashur. Shoku Enver Hoxha zbulon monumentin e erojit legjendar. Për herë të parë pas 500 vjetësh, partia i dha vendin e merituar kryetrimit Skënderbeu. Në kuadrin e 500 vjetorit të bekjes së erojit kombëtar, u zhvilluan aktivitete të shumta. Në konferencën e dytë albanologjike marrin pjesë historian, lingvist, arsimtar, rreth 200 studionjës nga rrethet e ndryshme të vendit, si dhe albanologë shkencëtar nga vendet e huaja dhe delegacionet kolonive shqiptare. Pjesëmarrësit e konferencës përshëndesin ardhjen në sallë të shokut Enver Hoxha dhe udhëheqësve të tjerë të partisë dhe të shtetit. Duke hapur konferencën, rektori i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Kahraman Ylli, tha se në dritën e parimeve të materializmit dialektik, konferenca do të bëjë një sintezë të re të rezultateve shkencore të deritanishme kushtuar figurës së Skënderbeut. Në emër të Komitetit Qendror të Partisë dhe të Këshillit të Ministrave, konferencën e përshëndeti Ministri i Arsimit dhe Kulturës, shoku Thoma Deliana. Figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut edhe mbar heroizmi popullor në shekullin 15, ai ndër të tjera, kanë frymzuar rilinësi tanë patriot, frymzuar ndjenjat luftës nacionale shkrimtare, partizanët tanë trima dhe frymzojnë sot e do të mbeten simbol në shekuj për mbar popullin ton në luftën e tij heroike për fitoren e plotë të socializmit dhe komunizmit. Për fitoren e plotë të socializmit dhe komunizmit. Në emër të Institutit Historisë dhe Gjuhësisë, profesori Alex Buda mbajti referatin Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe epoka e tij. Në këtë studim pasqyrohet figura e erojit dhe lufta e madhe popullore e udhëhequr prej tij në dritën e shkencës marksiste-leniniste.
Në konkluzionet e punimeve, drejtori i Institutit Historisë dhe Gjuhësisë Androkliko Sollari vuri në duke se kjo është e para konferencë shkencore me karakter kombëtar e ndërkombëtar, që i vuri vetes si detyrë themelore të ndriçojë në plan të gjerë mbi bazën e konceptit materialist epokën dhe figurën e lavdishme të Skënderbeut. Një vend të rëndësishëm ka zënë figura e kryetërimit shqiptar në veprat e autorëve tanë të vjetër dhe të rinj. Gjatë vitit jubilar u vënë në qarkullim 10 vepra kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Qindra dhe mira njerëz me automjete dhe në këmbë, me gjithë të thotin dhe dëborën, drejtojnë për në krujen kreshnike. Kruja e lashtë dhe e re, kruja e heroizmit të luftrave të pëliri dhe e punës për ndërtimin socialist, prit me gëzim udhëheqësit e partisë dhe shtetit. Në mitingun e organizuar me këtë rast, merr pjesë Qoko Enver Hoxha dhe udhëheqës të tjerë të partisë dhe shtetit. Kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, Shoko Axhilleshi, në përshëndetjen e tij, tha se emri dhe vepra e Skënderbeut lidhen me luftën për liri dhe pavarësi të një populli të vogël por trim. Qyteti të lashtë të Krujës në këtë jubilej të madh ju dha titulli i lashtë qytet hero. Këtu janë çështjet e paharruara, se i cili dëshiron t'i shtrëngojë dorën, t'i shpreh diçka udhëheqësit të dashur të popullit. Nuk ishte ndodhur ndonjëherë që dy sultan turq të thyeshin në muret e një kalaje. Kjo ndodhi në kalan e Krujës. Historia e lashtë e popullit ton ruhet në këtë muzeum për t'u transmetuar brezave të ardhshëm frymëritë e të parëve tanë. Ushtrive të mëdha otomane që kishte meruar Europën, Skënderbeu i kundërvuri luftën që mobilizoi të gjitha masat, të mëdhenj dhe të vegjël, të gjitha mjetet për të thyer dhe shpartalluar armikun shumë më të madh në numër dhe armatime. Në çukat, shtigjet, grykat ku di luftonte Skënderbeu dhe komandantët e tij, luftuan si luan partizanët shqiptar, duke shkruar paqe edhe më të lavdishme. Në ekspozitën kombëtare të arteve figurative që inauguroi Shoku Mehmetçeu, kryetari i Këshillit të Ministrave, u paraqiten 70 vepra në pikturë e skulpturë.
Nga kashnjeti I largët, nga zadrima, nga bregu I Matës, zbresin në lejzh qindra banorë. Lejzha gëzon dhe teston. Këto qaste do të mbeten të paharuara, secili don të përshëndetet me udhëheqjen dhe me futin e dashur. Në rastin e 500 vjetorit, në qytetin historik u inaugurua një përmendore. Shoku Seid Bushati, sekretari I parë I Komitetit Partisë së Rethit, duke folur me këtë rast, tha se përmendoria që inaugurojmë sot përjetëson një nga ngjarjet historike më të shënuara, një nga momentet më të fuqishme në luftrat për liri dhe pavarësi të popullit tonë në shekullin e 15, Kuvendin e Lezhës. Veseluzja e Lezhës më 2 mars 1444 u bë guri themeltar I bashkimit të popullit tonë në luftë kundër Imperatorisë Otomane. Në ndërtesën e lashtë ku varos Skënderbeu bëhen homazhe dhe vendosen kurora. Çdo gjë këtu të sjell kujtime dhe gjurmët e 500 viteve të kaluara. Ky vend është I shtrenjtë për çdo shqiptar, se atje u mbulua trupi I herojit të pavdekshëm Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Çdo gjë këtu të sjell kujtime dhe gjurmët e 500 viteve të kaluara. Çdo gjë këtu të sjell kujtime dhe gjurmët e 500 viteve të kaluara. Çdo gjë këtu të sjell kujtime dhe gjurmët e 500 viteve të kaluara. Në rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, në kryeqytet u organizua një mbrëmje solemne. Lufta legjendare e popullit shqiptar në udhëheqjen e Skënderbeut, ta ndër të tjera Shoku Mehmeçeu, e ngriti lart emrin e popullit shqiptar se një popull që pranon më mirë të vdesë në këmbë duke luftuar se sa tjetoi në gjunjë dhe I sklavëruar. Shoku Mehmeçeu foli pastaj mbi rrugën e lavdishme të popullit tonë në udhëheqjen e partisë e Shokut Enver Hoxha, që arriti fitoren më të madhe në gjithë historinë e vendit dhe ecën I